Po fillojmë seancën e shërtimit gjyqësor në çështjen penale kundër të pandehurve pa leka e të ngarkuar për veprat penale, sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës për bërja e gjykatës, në cilësi të kryetarës së trupit gjykos, jam unë gjyqtarja Violeta Namani Hajra, me 2 gjyqtarët profesional, gjyqtarin Valon Kurtaj dhe gjyqtarin Ramon Beqiri. Pyetëm pa në procedura, kemi vrejtje rreth përbërjes gjykatës. Fillimisht kemi vrejtje, dhe me qenë se kemi vrejtje, i kemi kurtësuar edhe me kërkesë për përjashtimin e kryetarit të trupit gjykus. Kërkesa për përjashtimin e kryetarit të trupit gjykus, kërkesë penale, kërkesë për përjashtimin e kryetarit të trupit gjykus për shkak të dyshimit për mungesë të pamshmërisë. Kryetari i trupit gjykus gjatë shqyrtimit paraprak, duke ushtruar detyrën e kryetarit të trupit gjykus, jo vetëm që nuk e ka zbatuar nenin 7 paragrafi 2 të KPPK-s, i cili e detyron që më ndërgjegje dhe për kushtim maksimal të vërtetoj faktet, provat fajsuese, si dhe ato shfaqësuese, por në arsyetimin e vendimit e ka bërë shtrëmbrimin dhe manipulimin e provave personale dhe materiale. Kërkesa për përjashtim i ka gjithsej 15 faqe me argumente, prova konkrete. Tërheqëm për 2 minuta për vendosje. Pas paraqitjes së kërkesës së avokatës Teuta Gjema, mbrojtja e të akuzuarit Esed Berisha, me arsyet si në kërkesën e dorëzuar gjykatës, trupi gjykues merr vendim, ndërpritet seanca sotme, kërkesa e njëjtë do t'ju dërgohet kryetarës së gjykatës për vlerësim dhe shërtim. Kështu që me vendimin e kryetarës së gjykatës do të njoftoni me ku për ecurinë e kësaj çështje penale.